50 avion luftarak më shumë në bazat ajrore në Irak, të cilët përfshin avion të tipit F-35, F-22, F-16, që është raportuar për mediave amerikane. Dhe ditën e nesërme është planifikuar, ose më saktë është lajmëruar se mund të ketë një lloj eskalimi ushtarak në Iran. Pra Shtetet e Bashkuara kanë, më saktë Izraeli ka konfirmuar se Shtetet e Bashkuara mund të kenë një aksion të koordinuar me to për një bombardim të mundshëm të Iranit ose të quajturave bazave ushtarake të ushtrisë iraniane dhe faciliteteve të cilat mund ose sipas amerikanëve dhe izraelitëve po përdoren për zhvillimet e armëve bërthamore ose të centraleve bërthamore në Iran. Pra, nëse do të ketë një sulm apo jo është akoma e paditur, po që ditën e nesërme është një ditë vendimtare ose një tregues nëse gjendja do të eskalojë deri në një konfrontim ushtarak apo jo. Aktualisht Irani është në gjendje alerti nga dëshminë e parë ushtarake. Ne dim që gjatë kësaj jave, përveç takimeve që qytetarët e ju në Zvicër, janë zhvilluar edhe javën e kaluar, u zhvillua takimi në Oman, ku në të dyja rastet delegacionet amerikane dhe iraniane u takuan për takime bilaterale, por pas një konkluzion ose një marrëveshje ose të paktën një dakordsim që mund të tregonte se gjërat nuk do të eskalojnë si në rastin e Venezuelës ose në rastin e aksioneve të mëparshme amerikane të ndërmarra në lidhjen e mesme, flasim pushtimin e Irakut, intervencionimin në Siri ose në Libi, pushtimin në Afganistan dhe të tjerë. Pra gjendja mund të shkojë deri në konfrontim ushtarak, nuk është se kjo mundësi është hequr nga lista. Por, Elianos, nga ana tjetër, nëse nuk ndodh ky sulm dhe nuk kemi një vendim final për atë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cilat janë faktorët që po peshojnë tashmë më shumë në vendimin final të presidentit të SBA-s dhe nëse do të nisë një operacion, mendon se do të jetë ai i kufizuar apo ndoshta do të kemi një luftë të gjerë rajonale? Atëherë, fillimisht duhet të enfazuar se reputacioni i SBA-s në lidhjen e mesme është për tokë. Ne dim pushtimi ilegal i Irakut, pushtimi ilegal i Afganistanit, ndërhyrja në luftën civile në Siri, ndërhyrja në Libi, ndërhyrja në Sudan, bombardimet në Yemen e të tjerë, të gjitha këto nuk se kanë ndihmuar reputacionin amerikan. Pasi këto janë disa nga vendet më anti-amerikane në botë. Pothuajse miliona njerëz kanë humbur jetën për bombardimeve, për ndërhyrjeve direkte dhe indirekte, prej dislokimit të trupave e të tjerë. Pra këtu nuk kemi të bëjmë me një territor mik, siç mund të ishte territori evropian. Tu kemi një territor që është me një histori të gjatë luftrash. Ne dim që nga 2001 deri më sot, këto territore kanë qenë gjithmonë në luftë. S'kan pasur, siç e themi ne në Shqip, nuk kanë parë një ditë të bardhë ose një ditë paqe. Deri pak a shumë në këto momente, pavarësisht se ato vazhdojnë të kenë konflikte në disa rajone si veriu i Sirisë, veriu i Irakut, Talibanët, Sudani akoma në luftë civile, Libia gjithashtu e përçarë, Jemeni me grupet radikale të tjera të tjera. Faktori i dytë që mund ta ndalojë, le të themi, eskalimin, do të ishte fakti edhe i diskreditimit të Izraelit. Pasi ne dim që Izraeli është i vetmi vend në lidhjen e mesme, i cili në mënyrë të çuditshme nuk ka pasur një intervencionim nga amerikanët. Pasi ata janë një protektorat de facto i amerikanëve, ose jo në de jure, de facto ata dinë që amerikanët i suportojnë. Amerikanët kanë bërë të qartë që janë gati të
bëjnë shkrume higjitsinën e mesme, vetëm për të mbrojtur Izraelin. Dhe sot ata janë të vetmit, së bashku me hungarezët, të vetmi shtetet në botë, të cilët vazhdojnë të suportojnë qeverinë e Benjamin Netanyahut, e cila sot po kryen krime lufte dhe genocid në Palestinë. Të njohur ndërkombëtarisht. Njëkohësisht, qëndron edhe fakti se Irani nuk është Siria, Irani nuk është Iraku, Irani nuk është Palestina ose Sudani. Irani është shteti më i madh persik, ose persish folës, me tradita shumë të vjetra, të lashta shtetërore dhe ushtarake. Është shteti më i madh në lindjen e mesme, në kuadër të territorit, po dhe të popullsisë. Është nga shtetet më të fuqishme ushtarake, me një ushtri të mirë organizuar dhe të mirë pajisur me teknologji ushtarake. Pavarësisht se ne kemi parë që Amerika dhe Izraeli kanë bërë 2-3 bombardime, kjo nuk mund të quhet që tregon dobësinë e ushtrisë iraniane. Pasi ne dimë që dhe Irani dhe palestinezët, në fakt, kanë bombarduar territorin dhe qytetet izraelite. Çdo thotë kjo, se ushtria e Izraelit nuk është një ushtri e mirë përgatitur, elitiste dhe e mirë armatosur, jo. Ata janë nga ushtrit më të përgatitura në botë dhe më të mirë pajisura në botë me teknologji ushtarake. Por sigurisht, kjo nuk do të thotë që ti je i paprekshëm. Ne kemi parë që edhe në territorit e NATO-s dronët kanë hyrë dhe pavarësisht ata janë goditur, disa kanë rënë, disa kanë kapur disa objektiva, si flasim nga goditur sa shtëpi edhe gjëra të tjera. Pavarësisht çdo tregoj kjo që ushtritë e vendeve të NATO-s janë të dobta dhe nuk mund të bëjnë ballë një ekskursioni prej 14 dronëve. Jo. Atëherë, dhe bombardimet, pasi në media diskutohet shumë kjo që Izraeli dhe Amerika bombarduan Iranin 1, 2, 3 herë. Okej, kjo do të thotë që ata janë të paaftë për të kundërpërgjigjetur dhe të pa fuqishëm për të dhënë një përgjigje të fortë. Njëkohësisht, veç ushtrisë iraniane, është edhe fakti se Irani nuk është vetëm në këtë iniciativë. Duhet theksuar se Irani ka mbështetje shumë të fortë nga Rusia, nga grupet anti-amerikane si Huisët në Yemen, Palestina dhe nga qeveritë si Afganistani, të cilat kanë marrëdhënie shumë, të themi, të delikate dhe të tensionuara aktualisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Plus, një faktor tjetër i rëndësishëm është se Irani aktualisht është pjesë e kuartetit të BRINC. Kuarteti BRINC është një term i ri i përdorur në akademizëm, kryesisht në Poloni dhe në vendet e Evropës qendrore lindore, i cili referohet bllokut Bielorusi, Rusi, Iran dhe Kore e Veriut. Nuk duhet konfuzuar me BRICS-in, pasi këta janë diçka më vete. Dhe të cilat karakterizohen nga vlerat e forta anti-perëndimore, anti-amerikane dhe euroskeptike në rastin e Bielorusisë dhe Rusisë. E këto vende kanë gjithashtu marrëdhënie shumë të ngushta ushtarake me njëra tjetrën dhe suplimime të tjera. Nuk është si në rastin e Venezuelës, në rastin e Kubës të tjerë, pasi ato janë larg, nuk është se ato ndikojnë kryesisht Korenë e Veriut ose Rusinë ose Iranin. Ndërsa ajo që ka ndodhur në Rusi, ajo që ka ndodhur në Bielorusi, që ka ndodhur në Iran dhe që ka ndodhur në Korenë e Veriut i impakton direkt dhe indirekt të katërt këto vende. Dhe duhet teksuar këtu se Rusia, për shembull, ditën e djeshme, së bashku me flotën iraniane, ka filluar stërvitjet detare të përbashkëta. Pavarësisht se, siç ka thënë dhe folës i Kremlinit zoti Dmitri Peskov, Rusia ka shtyr, ka promovuar dhe vijon akoma që të promovojë diplomatikisht efortat për një zgjidhje diplomatike të konfliktit në Iran. Ata kanë vijuar të thonë se do ta suplimojnë Iranin, se Irani nuk është Venezuela,
dhe Irani ishte shtet pak a shumë fitar në detin Kaspik me Rusin. Dhe shumë i rëndësishëm për Rusin në linjën e mesme, pas shalati tyre më i madh në linjën e mesme. Pas Siris, po Siria sot është 550, akoma nuk di se ka për të shkuar dhe në fund. Kështu që mund të pritet, për të përgjigjur dhe pyetjes suaj, jo vetëm një ndihmë ushtarake, pas ndihma monetare ruse ka ardhur, siç e dim diku të 2 javë më parë, Rusia ka dërguar mbi 2.5 miliard dollar dhe valutë huaj për të ndihmuar gjendjen e inflacionit që aktualisht po kalon Irani. Mund të pritet edhe një ndihmë, e cila nuk ishte çuditshme të vinte nga Korea e Veriut. Siç e dim, Korea e Veriut është duke u hapur shumë ushtarakisht, duke u ingranuar në bllokun e BRIC, gjithmonë më shumë, dhe Irani është një partner i rëndësishëm ekonomik, ushtarak dhe politik për Korean e Veriut. Kështu që duhet parë fakti që Korea e Veriut, sidomos sot që me programet e saj dhe fillimin e kongresit të partisë që ka filluar ditën e djeshme, kërkon gjithashtu edhe sa më shumë të treqi investime dhe ta nxjerrë vendin nga izolimi. Dhe këto investime, valute huaj, ky ingranim në kontekstin e gjeopolitikës së tyre ose strategjisë së tyre të mbrojtjes, është të ingranuarit në bllokun euroaziatik, i cili përfshin edhe Iranin brenda. Pra rrugët e vjetra që ne quajmë me mundafshi. Elianos, Shtëpia e Bardhë, ndërkaq ka paralajmëruar edhe rreziqe të mëdha pra për shkallëzimin rajonal. Mendon se administrata është tashmë përgatitur për pasojat e një reagimi ndoshta nga ana e Iranit dhe pas Irani ka paralajmëruar më herët dhe për mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Mendon se kjo do të ishte arma më e fortë ekonomike e Teheranit? Unë e thashe për përsërisë, eskalimi, këtu jemi në një situatë që gjendja është 50-50. Pra, eskalimi është diçka fort e mundshme në kontekst aktuale dhe zhvillime në teren. Por çdo thot eskalim, siç e thash, do të thot dërgim, siç Amerika dhe NATO janë duke dërguar suplimime ushtarake në Ukrainë, Rusia ka dërguar suplim monetar, siç e thash, do të ketë ndoshta suplimim ushtarak, flasim në dron, avion ose sisteme antiraketore, ndosë rusisë i duan kryesisht më shumë për vete, por gjithsesi ata mundësisht kanë për të dhënë diçka. Faktori që ka për ta eskaluar ka për që nëse amerikanët kanë për të bërë një ndërhyrje në tokë, le themi invazion toksor të Iranit. Gjë që ka shumë pak mundësi, pasi ne e dim që gjeografia e Iranit është arma më e fortë që Irani ka, pasi vendi është një vend kryesisht malor, është një vend kryesisht si një fortesë dhe ashtu si Afganistani ishte një tmerr për logjistikën sovjetike dhe amerikane gjatë 2 pushtimeve. Irani gjithashtu ka treguar gjatë intervencionimit britanik e të tjerë që për perëndimorët është një tmerr për sa i përket strategjisë që duhet përdorur, për sa i përket logjistikës e të tjerë. Plus që vendi është i mirë organizuar, siç e thash, ka një ushtri të mirë organizuar, një ushtri të madhe dhe të mirë pajisur. Por faktori huaj, siç e thash, grupet militante në Sudan, në Yemen, në Palestinë, ose edhe në Irak dhe në Siri, në veri të Irakut dhe Siris, ku ka qenë Shtetit Islamik, kanë për ta vështirësuar situatën, ose për ta bërë jo aq të lehtë sa amerikanët mund të presin. Suplimimi nga ana e Rusisë ka për të qenë direkt ose indirekt, pasi ne dim që Rusia ka për të dhënë diçka, ndosë të vogël, ka për ose logjistik. Ose mund të japë një logjistik me përdorimin e satelitëve që ata kanë, gjë që ka për të ndryshuar totalisht lojën. Dhe siç e thash më parë, kuarteti BRIC, ku hyn edhe Korea e Veriut, nuk mund të ishte diçka e pabesueshme nëse ne do të shikojmë me dislokim trupash koreano-veriore, ashtu siç ndodhi në Kursk, të ndodhte njëkohësisht edhe në Iran. Pasi tek e fundi vendet kanë një participat të ngushtë ushtarak, politik dhe ekonomik, dhe Irani është nga pikat kyçe të marrëdhënieve të Rusisë dhe Koreas së Veriut në linjën e mesme siç e përmenda. Sa për eskalimi, nëse do të ndodhi, gjë që në realitetet e sotme është 50-50 siç e thash, ka për të përfshirë gjithë linjën e mesme.
pasi unë e përmenda që në rastin e Iranit, me shumë mundësi Afganistani ka për të ndërhyrë. Me shumë mundësi grupet rebele ka për të ndërhyrë, ose për të krijuar kaos, ose për të ndaluar trupat amerikane, dhe amerikanët do duhet ose të kërkojnë ndihmën e aleatëve, ose të lançojnë një iniciativë gjigande të tipit rus në Ukrainë, në linjën e mesme, ku ka për të qenë bombardim masiv linjës së mesme, ndërhyrje trupash, gjë që amerikanët është një shumë e madhe për të riskuar. Në fakt, aleatët europianë, Elianos, aleatët europian i kanë ndjekur sigurisht të zhvillime me shqetësim kohë të fundit, pasi edhe retorika e Donald Trump është ashpërsuar në rrjetet sociale, por edhe mbas takimit fundit që u bë në Gjenevë. Mendon se kjo krizë mund të përçajë edhe një herë SBA-n me Europën? Atëherë, gjendja siç e thash me evropianët është shumë delikate. Kriza e Groenlandës, fakti që presidenti Trump është duke shtyrë shumë efortat e paqes, dialogun në Ukrainë, gjë që për elitat burokrate në Bruksel në mënyrë të çuditshme është diçka që ata akoma nuk janë duke pranuar si realitet. Dhe marrëdhënia speciale që aktualisht SBA-ja ka formuar me një aleat të ngushtë të Rusisë, siç është Bielorusia, po dhe me dialogun e drejtë për drejtë që ata janë duke zhvilluar duke i mënjanuar evropianët nga dialogu me Moskën, duke se ka krijuar një farë ndjenje, le të themi, ftohje ose pabesie kundrejt amerikanëve. Por diçka është e qartë që personalisht dhe në bazë të me sa mediat kanë shkruar në Poloni, Rusi ose edhe të tjerë, nuk duket se evropianët kanë për të ndërmarrë një fushat tjetër kalorsiake siç e ndërmorën në luftën e Irakut ose në Afganistan. Nuk duket se evropianët kanë për të dërguar avion, trupa, tanke, siç ata dërguan kur Amerika pushtoi Irakun ose Afganistanin. Tentativat janë shumë të dobta, ndoshta Hungaria, Slovakia, ndoshta Polonia, ose vende të cilat janë shumë të ngushta në marrëdhënie me SBA-n, Italia, ndoshta gjithashtu duke qenë se është vend mesatar, në marrëdhënie shumë të ngushta me SBA-n, mund të dërgojnë diçka, ndoshta suplime të tjerë, por që të marrin pjesë në një iniciativë kaq të madhe ushtarake është, le të themi, gjësat janë shumë të pakta. E qartë. Por që mund të ndodhi. Nëse amerikanët do të bëjnë, siç e thash, kjo është një lojë risku. Pasi ne dim për çfarë kryen presidenti Trump. Ai thotë që gjatë 2 mandateve të tij, ai nuk ka pas asnjë disfat, asnjë turpurim të ushtrisë amerikane, të fuqisë amerikane të tjerë. Donse duhet përmendur se ishte ai që mori vendimin për tërheqjen nga Afganistani, por tërheqja në mënyrë ose për fatin e tij të mirë, u krye nga presidenti Biden, që ne dimë se si ndodhi, me thënë që u kthye në një tur për ushtrinë amerikane. Me njerëz që kapeshin nëpër avion, shumica armative me ulan në Afganistan të tjerë. Pra ai nuk e pagoi koston politike për vendimin e tij. Por në rastin e një skalimi total në lindjen e mesme, në një tentativë pushtimi toksor të Iranit, në një tentativë, le të themi, eskalimi total të situatës, sigurisht përgjegjësia politike është e tij, pasi ky është viti i dytë i tij në pushtet, ai ka 2 vite të tjerë që duhet të përgjigjet. Pra, ose ka për të nisur një fushat të gjatë si Rusia sot në Ukrainë, ose si Amerika dikur në Vietnam dhe Afganistan, ose ai duhet të tregohet aq preciz dhe aq direkt në objektivat e tij ushtarake, gjeostrategjike, sa nuk ka për të zgjatur luftën më shumë, pasi ne di që fuqia e amerikanëve është fakti se ata bëjnë një luftë të shkurtër, luftë precize. Luftat e gjata kanë koinciduar katastrofale për Amerikën. Pas ata kanë humbur çdo luftë të gjatë, të tregojmë të sinqert. Ata humbën luftën në Vietnam, humbën luftën në Afganistan, dhe sot lindja mesme, pavarësisht se ata thonë që kanë dislokuar trupa të tjerë, është totalisht në kaos. Pra këtu nuk ka asnjë fitore. Në një diçka që mund të krenojë që u fituan, po, ndoshta u shkatrua shteti islamik, ndoshta talibanët nga internacionalist u kthyen në nacionalist islamik. Por me Iranin, çfarë do kërkohesh, çfarë ka për të kërkuar me Iranin?
Me thënë, ku është pika synimi dhe çfarë a je gati, a janë ata gati dhe Evropa gati të mbajë përgjegjësitë, pasi Irani është vend multietnik. Dhe ne dim që nëse qeveria në Iran bie, e cila shumë e centralizuar, mund të kemi dhe një separatizëm në Iran dhe shpërbërjen e shtetit iranian në disa mikroshtete ose regjione ose luftë civile të tjera që ka për të destabilizuar totalisht lindjen e mesme. Duke marrë parasysh që Irani ka dhe armë të shkatrimit të masë. Flasim dronët Shahed, raketat me rrezet të gjatë dhe primi ose me rrezet të shkurtër. Kështu që gjithë rajoni ka për të destabilizuar dhe ky është rajoni i naftës, rajoni i ajrit të zi, i cili ka për të destabilizuar tregjet. Ndërsa sa për blokadën që ju thatë, puna e blokadave të ngushtisave është diçka interesante, pasi dhe Jemeni ose somalezët u munduan ta bënin disa herë, po që ata për flotën amerikane ose amerikane ata janë direkt të atakueshëm, nuk është se ka për të ndodhur diçka jashtëzakonshme. Ajo ka për të qenë në vite shumë riskuese, pasi ajo direkt dhe indirekt impakton dhe fuqitë e tjera, Rusinë, Kinën, Evropianët, Arabinë Saudite të tjerë, ose dhe Indinë. Kështu që ka për të qenë një lojë që ndoshta ka për të dhënë një impakt sigurisht ekonomik, po impakti nuk ka për të qenë vetëm për amerikanët, pasi ajo ngushtisë përdoret vetëm nga amerikanët, ne dim përdoret nga gjithë tregtia botërore, sidomos ato që lidhin tregjet e Azisë, me ato evropiane dhe ato afrikane. Kështu që një përdorim i tillë do të ishte suicidal në kontekstin edhe të suportit ndërkombëtar, pasi nëse Rusia, Kina, India e të tjerë do ta mbështesin një javë, 2 javë, nëse kjo bllokadë ngushtice vjen për një kohë shumë të gjatë, impakt ekonomik fillon të ndihet në këto vende, sigurisht ato do të shtyjnë me presion diplomatik, po ndoshta dhe ushtarak dhe ekonomik, që Irani të triqet nga bllokada. Pasi nuk ka vetëm